Në ditët e sotme, çdo njeri dëshiron që të bëhet i bukur e bukur. Po si arrihet bukuria? Çfarë thotë ti dëshiron të bësh një qenie ose një njeri i bukur e bukur, atëherë duhet të mësosh patjetër të vërtetat. Nëse ti mëson këto të vërtetat, që janë ligjet hyjnore të multiversit, që janë parimet e pastra, ose dhe cilësitë e hyjnisë ose Zotit, domethënë ti kesh të qarta në koshiencën tënde. Kjo ndodh vetëm kur ti përsërit këto mantra, i mëson që janë mantra pra ligjet hyjnore të parimet e pastra, por edhe cilësitë hyjnore, i mëson dhe i thua nga qendra e gojës, atëherë ti fiton bukuri. Sepse ti po flet për gjëra të bukura, të cilat janë të bukura të vërteta për gjitha kohrat, jo vetëm për 2 minuta apo për një kohë të shkurtër. Në ditët e sotme njerëzit, qoftë nëpër media apo kudo, flasin gjëra të pavërteta, ose i duket sikur janë të vërteta, por në fakt nuk janë të vërteta për sa i përket syrit të universit. Dhe meqense këto nuk flasin të vërtet, nuk kanë bukuri të vërtet, të brendshme dhe të jashtme, atëre e bëjnë këtë bukuri falso. Kim Kardashian apo kujun, nëpërmjet gjilpërave, nëpërmjet kujun doktorëve të operacione plastike, domethënë ose ilaçeve, ose gjëra falso. Por nuk është kjo mënyra për të fituar bukuri. Sigurisht të gjithë duam që të bëhemi të bukur, sepse është një qëllim krejtësisht e natyrshme. Mirë, po për të fituar bukuri duhet patjetër të mësosh të vërtetat. E pa kohë. Të vërtetat që janë gjithmonë të vërteta, pra, që janë parimet e pastra, ligjet hyjnore të multiversit, janë cilësitë e natyrës, përsosjen e saj në logjik. Ti mësosh këto gjëra, atëherë dhe jo vetëm ti mësosh, por edhe duhet t'i thuash me zë, dhe atëherë ti je duke shkuar drejt një gjendjeje të bukur, por edhe fizike dhe shpirtërore. Çfarë thotë dituria vedike për bukurinë? Ato ka një shprehje që thonë që Perëndia ose hyjnia Shiv është një hyjni që është hyjnia e syrit të tretë të hapur, dhe ai sheh gjithçka dhe shikon të vërtetën. Dhe ai është më i bukuri, thuhet. Ato thonë gjithashtu që thonë Satyam Shivam Sundaram. Domethënë është një thënie ku thuhet që Shiv, pra Perëndia, është i vërteti, njeh të gjitha të vërtetat dhe është më i bukuri. Pra Shiv është bukuria e vërteta, vetëm një gjë e vërtetë të çon të ke bukur. Dhe një njeri që përballon situatën ku është, ose përballon gjërat që i ka përpara, situatën ku është, përballon të vërtetën, gjithashtu dhe ajo të çon në bukuri. E vërteta shikohet, pastaj përballohet, mësohet dhe superohet. Dhe kur ti je afër të vërtetës, je afër bukurisë së pafundme.